Mirë vllazni, sonte me lena Allah të zëgjel, do të flasmi për një temë e cila është në gjuhën arabe e tashjih o tahfiz. Çfarë më thon kjo tashjih o tahfiz? Është motivi. Do të flasmi për motiv. Qysh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka motivu sahabët e tij për vepra të mira. Tash na do I marrmi rastet për jetës profetit, çata motiva që pejgamberi ka përdorur për sahabët, do I kthejmë në kohën tonë që na vjen edhe neve motiv. Rasti I parë. Ka ardhur një burr tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë katonar. Edhe ka thonë pejgamberi, dulleni ala amalin idha amiltuhu dakhaltu al-janna. O I dërgumi I Allahut, ma tregon një vepër e cila mu ndrejton kjo vepër për me hyrë në xhennet. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e motivon çfarë? Po I thotë: Gjënë e parë, ta'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Me adhuru Allahun dhe mos I bësh shirk atij në asgjë. Pastaj po thotë tuqimu s-salat, me fal namazin. O tuaddi az-zakat, me dhon zakatin, o tusumu Ramadan. Dhe me e agjëru dhe më thonë muajin e Ramazanit. O cek dhe më thonë namazin, o cek zakati Ramazanit. Qëto është motivi pejgamberit, hadithi vazhdon. Po thotë pejgamberi, men sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli al-janna falyanzuru ila hadha. Ky burr I cili ka ardhur dhe po e pyet profetin, ma tregon një vepër që mu në fund në xhenet. Dhe pejgamberi po thotë tauhidi, namazi, zakati, agjerimi, dhe ky burr po hec. Atëherë pejgamberi po thotë, kush don me kur sukses dhe me pas suksesin e një njeri I cili ka kur që është banor e xhenetit, çe ku e keni? Farë motivi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ja. Po e shtyn pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me motivim me shka? Me namaz, me tauhid, me zakat, me agjerim e arrit njeriu xhenetit. Dhe kjo është motiv për neve. Nëse na dojna me motivu vetin, e motivim vetin me shka? Me namaz. Gjëna parë me tauhid, me njoft tauhidin, me njoft namazin, me njoft zakatin. E kështu të sende dhe më thonë me rënd që janë që I nëcek dhe më thonë prej shtyllave të islamit. Sendi dytë ju lezër. Ata Ibn Abi Rabah. Kush ka qenë Ata Ibn Abi Rabah? Ka qenë njëri për të bëjmë të mëdhaj, që ka qenë nxënësi I Abdullah ibn Abbasit. Ka marrë dituri për Abdullah ibn Abbasit. Shumë ajete shumë ajete që I ka komentu, është kaku I Ata ibn Rabah. Ai çka ka qenë? Ka qenë I zi. Ka qenë I zi. Ka qenë zezak, I zi. Paramendaj, subhanallah. Nxënës I kujna I Abdullah ibn Abbasit. Tregon për të bëndë të vjetër, e kam prit Ata ibn Rabah, vendin ku ka shku, kjo ka qenë që shtu të na Sheikhul Islam. Shut mi thamë, hoxha I s'ka ka shkua e ka po të qenë. Një thmija e ka po ka thonë, o po, a që kjo është ka thonë që ju për respektane ka thonë shku I pirë, se në merë ftyrën. Kjo ka thonë e posotan diktorinë e profetit sallallahu alaihi wasallam. Krejt e ka morë diktorien e Abdullah ibn Abbasit. Ata ibn Rabah të regon, thotë, unë ka thonë, thotë mu, Abdullah ibn Abbasit, ka qenë bashkë. Thotë edhe ka thonë, e la urike, imra të min ahli l-gjenna, apo damet ka uzu me pa një gru, e cëlla është për banore gjennetit, kë përminar këtë të pini ka thonë, bela, kam hadi l-mara, e sauda, e ka bu me kesh, a përshem qatë kru në që ati e zes, që aja është për banore gjennetit. Subhanallah, pasaj për të regan Abdullah ibn Abbasit që shu bukja banore gjenetit. Tha që kja gruhe ka arë të pejgamberi. Dhe ka thonë, o I dërgumi Allah, unë e kam një smundje. Ka thonë, është njësë nuk përdi që të një shërë, ka thonë, rëtëzohet që të shkun për gojës, që kja smundje ka qenë, mirë po ka thonë, lutë Allahën që Zotit ma jek që të smundje. Ma jek që të smundje. Edhe lutë Allahën që kur pekan që të smundje për shkryt teshat e mija, për i këtë teshat e mija, po është në thonë avrejti, trupi për u shikët. Atër për Ameri, po I thatë sëj gruve. Në qënë se të banë sabër, wale kil gjennë, ki mu kam për banore gjennetit. Në më thonë, te ki me fitu gjennetit. Në qënë se të nuk banë sabër, në më ki për banore gjennetit.
Këllos Allah me ta hek dhe më thonë atë smuj, ama të pimanur gjenetit jo. Kja gryja që ka thonë për e kanë kanë asbiru. Bëj sabër i dërguar me Allah. Vesh kjo të zotin që më spishkoj që në tesha. E ka pranu për lutën Allah azza wa jall. Çka kuptojmë në këtë rast? Këtu është shika motivin e kësaj gruaje. Pejgamberi po më tregon. Po thot, nëse tan xhenetin basabër. Po jep motiv. A thon basabër, dore kemë arrit xhenetin. Dhe na këtu e marrë motivin për profetin sallallahu alaihi wasallam. Kemi dhimbje në trok, kemi dhimbje në shpinë, kemi dhimbje në kokë, kemi smundje, kemi çdo sen. Ndoshta na nuk e dimi, ndoshta Allah mbi 700 na përgazon në xhenet, ato robian, ti ki xhenetin. Po na nuk e dim ata. Vetëm i njëri i cili diturin ban dorën dhe ban sabër, thotë në bëj sabër dorën. E kjo është motivi perfekti. Ndoshta na për dhimbjet tona, shpresoj edhe shumë argumente, shpresojmë timi për tëve. E fitojmë xhenetin. Kjo është motivi profetit sallallahu alaihi wasallam se na ban të bie dhe neve. Gjë tjetër ju vëllezër, një sahabi ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi kush ka ardhur dhe ka bëu për shembull ti kryesori që soi vepre, soi pune. Ai tjetër kryesori soi pune. Ka një sahabi ka thonë dukumi Allahut. Ti kripi ja pozita musu ja pozita. Ata pejgamberi po tha çetjo. Fasbiru hatta talqawni ala al-hawd. Bani dorën, bani sabër deri sa të më takani mu të haudi, të lumi i profetit sallallahu alaihi wasallam në ditën e gjykimit. Që ky lumi i profetit sallallahu alaihi wasallam, kush do të pin për këtij lumi, nuk ka me ndje atë etjen e ditës gjykimit që është dielli mbi kokat e njerëzve. Subhanallah. Dhe pejgamberi në këtë lum ishte në durrët e tij dhe i jep njerëzve në pipi durrëve të tij. Në atë minutë që njeriu e bën për durrët e profetit, këtë lum nuk ndjenaj ma etje as nxehtësi mbi kokat e atij personit i cili e bën këto. E pejgamberi shka bëna, çfarë motivi për i ban sahabëve dhe njerëzve të ehli sunnetit, apo pasuesve të tij, apo ummetit të tij, po thot bani dorën derisa të më takani mu tek lumi haud, tek lumi i tij. Subhanallah. Unë ti që bujmë i dorem sunetin e profetit dhe mësujmë sunetin e profetit, na urrej njerëzis, na doj njerëzit, po pse po fujtërish me sunet, po pse po fujtërish me Koran, ba dorem, ba sabër, motivi profetit për na shtu neve. Inshallah kena më kanë që do të bimi për këtij lumi për durrët e profetit sallallahu alaihi wasallam. Allah na bëjë të ja rabbil alamin. Gjë tjetër ju vëllezër. Po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush më pranon një sen mu, unë ati ja garantoj xhenetin. Kur e ka një sahabi, të thonë qëtër, kush më garanton mu një sen, unë ati ja garantoj xhenetin. Ky sahabi se ka ditë që shka ta më thonë që është pejgamberi. Sauban, ka qenë ky sahabi, ka thonë, unë i dërgumi Allahit. Atëre pejgamberi ka thonë, atëre garantoj çto. La tas'alin nase shay'an. Mos kërkan dim për njerëzve kur gjo heq. Qa thot ky sahabi? Ka vdek ky sahabi e ka mojt premtimin e pejgamberit, motivin e pejgamberit. Nuk i ka kërku dim, derisa Kurani transmeton që sahabët, në qoftë se kanë qenë mbi devën e tij, dhe i ka rënë një shkop në tokë, nuk i ka thonë kërkojna bëma beçat shkop, po e ka prandaj devja, derisa tullet, po është në artë në trollor krejt, që ata e ka bërë dhe si ka kërku dim kërkojna heq. Sahabët që shëtë e kam bërë motivin e profetit. Mos kërka, da më thonë, për njerëzve ndim. Ky është motivi i profetit që na pa neve dobi, që na t'jemi në varur prej Zotit dhe jo prej krijesave. Moment që ti je në varur prej krijesave, ti nuk ki motivin e profetit. Ti da më thonë, kemi deviju dhe kur sukses kemi ujtë me parë. Po gjithmonë ta mbajmë këtë motivin e profetit, mos me kërku ndim për njerëzve, mos më bëj i varur për njerëzve. Mirë po gjithmonë mbështeto Allah dhe njeki se vepër. Gjëja tjetër ju vëllezër, hadith profetit sallallahu alaihi wasallam tjetër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë duke nejt me sahabët. Edhe i ka thonë ditët për ditë. Kumu ila jannatin arduha as-samawati wal ard. Thot ngretuni, çka po rreni? Ngretuni
për me ngajt me fitu gjennetin, se gjenneti është sa kri gjërësia dhe më thonë qejve e tokës. Kër kam dëgju Umejru, kësë sahabi, i ka thonë vetit bekhin. Dhe thonë fjalla bekhin, ka shumë kuptime. Osa e mirë, osa mrekulli, qysh më bon për qatyshit. Pejgamberi e ka qenë, da thonë, e kanë dëgju, ka qenë afër tij, dhe i ka thonë, ma jahmiluke ala qawlik, çka të shtuni ty me thonë këtë fjallë bekhin. Ila rajati, o i dërguar Allah, shpresoj, an akuna min ahliha, që t'jam unë da më thonë për i gjennetit. Sa s'ka dëgju për gjennet, për e kanë dëgju se gjëtësia e gjennetit, sa ke qejtë dhe toka është shudi, gjëtësia e gjennetit, sa ke qejtë dhe toka, subhanallah, kanë dëgju për krijimin e qejtë dhe tokës, dhe jo për ballësinë e gjennetit. Pastaj e ka thonë këtë fjallë, bekhin, sa mirë, sa bukur, sa mrekullueshëm, e bëni po thotë, po shka më qenë ty me thonë këtë fjallë bekhin, po thotë, shpresoj që unë më kam për tyre. Moni mend ç'të fjallë shka, moni ç'ka i ka thonë Pejgamberi ç'tash. Kër kanë dëgju thotë që unë shpresoj jam për tyre, Pejgamberi ka thonë, te inneke min ahliha, ti je për tyre. Paramendoj, për ja garanton Pejgamberi xhenetin, ti je po thotë për tyre. Çka ka ndodhur me këtë sahabi? Ka qenë të ëmbël hurme. Farama bima kana ma'ahu fi tamri. I ka gjujt hurmat. Ka thonë, mu nalë, me hinë gjenet që ta hurme, i ka gjuj hurme, thumma qateluhum hatta qutila. Ka vazhdun në rrugën e Allahut, me liftu në rrugën e Allahut, derisa u mbyt shehid. Subhanallah. Shiko, po thotë në shpresoj më kom për i banorë e gjenetit, për amë dhe ti për i banorë e gjenetit. Me gjitha, knatësinë e dynjos e ka në avanë, unë që ta hurme më nalë mu, mes gjenetit, gjenetit dhe hurme, ka më nalë hurme ta, i ka lënë hurme, i ka gjumë tokë, ka shku minerën, ka përgjigjë, asoj që e mëritan gjenetin, subhanallah. Qka përfitojmi motiv për sajna? Motivin e shpresë. Pejgamberi po jep shpresë. Ta qka po qëtym ti me bo këta? Ta shpresë e dërgumi Allah. E Pejgamberi po të mjeri i gjallë shpresë, po ti je për i tëre. Ti për banuar e gjenetit, për jep shpresë edhe ma shumë. Pastaj, Pejgamberi edhe pse për jep shpresë, po e shtym prap motiv, për ja përmenda më thonë pjesën që e përmendëm na, da më thonë ti e për tëve, që e nëm kuptan, që da më thonë merri shkaqet, merri sebepën, për me arrit gjenetin. Pejgamberi për e garanton, ti për gjenet, mirë po t'jetë në gjallë, edhe arrin gjallë, me motiv shpresën, edhe jetë motiv me vepru ala për me fitu, da më thonë, gjenetin. Pasaj e vëllezër, rasti tjetër. Tregon Enesi, thot, ne jemi kanë në luftën e Uhudit. Ufrida yawm Uhudin, thot Pejgamberi ka met vetë në Uhud. Dhe dihet mirë që këtu Pejgamberi është përgjak, është godit, e kështu të radhë. Thot kur ka met Pejgamberi vetë, thot Pejgamberi e ka ngritë zanin. Thot men yurudduhum anna wa lahu al-janna aw rafiqi fi al-janna. Pejgamberi ka met vetë. Edhe Enesi shka po thot, jemi kanë 7 veta, 7 ensar dhe 2 prej Mekasve. Edhe Pejgamberi po thot, kush po den më mbroj që tash mu? Unë ati e garantojnë gjenetin, apo ka më kanë me mu kushin gjenet. Përndaj, e ofër me Pejgamberin në gjenet. Rafiqin, apo një ofër me mu në gjenet. Ju qurë sahabët prej ensarëve, kanë dalë e kanë mbroj Pejgamberin, një ka një. 7 prej tëve kanë vdekë. Të mbrojt Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ndërsa prej Mekasve asë njani nuk ka dalë, subhanallah. Çfarë motivi? Shiko se qysh Pejgamberi po e shtyn me i votiru dhe më thonë sahabët, me mbrojt Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kjo është motiv, me mbrojt të dërgurin e Allahut. Pastaj me mbrojt kon, veç është i dërgumi i Allahut ta, sunetin e tij. Dhe kjo neve në motiv. Kur t'jemi me se në gjlisi, kur t'jemi me njerëzit dhe e shumë që po na shkelet sunet apo diçka në mbrojmi sunetin. E njëjta, gjihad, angazhimi, e njëjta. Ndoshta e marrë shpërbimi sigur për me qenë gjihad. Pse ju duke mbrojt kon Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam sunetin e tij. Kjo është motivi që na shtyn neve.
Gjëja tjetër i vëllezër. Ka ardhur Osman ibn Affani tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë pejgamberi i ulur. A thoni ulën kam kryshtin të na, edhe ka patat veshën që e kanë veshën kohën e tëre, ka ardhur Osmani dhe e ka lanë 1000 dinar. A thon 1000 dinar e ka lanë. Në kuptohet që dinar kanë qenë prej dukate. A thon e ka lanë 1000 dinar në pranin e tij. Kur pejgamberi ka po 1000 dinar, i ka kap, na thon, 1000 dinar, edhe i ka rrotullu, edhe i çka ka thon, ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. Nuk i ban më dëm Osmani shka do që të bënë ai. Nuk i ban. Çka ka qëllimi? Me katët që i ban, nuk kanë i bu më dëm Osmanit. Qysh ka ra që ka rast? Që ky rast ka ra, ka bot më zhvillu një luft. Edhe është qujt ushtria e pamundur, ushtria që s'ka pot mjete me luftu. Pe Amerika dojnë na por njerëz, na por shpia me lyp, me thonë të marojmi, da unë pasoni me marë, të marojmi hekra sene që me dojnë me luftu me armeq. E nuk ka marë shumë musliman, ka ardhë kësh Osmani 1000 dirham i ka marë, dinar, 1000 dinar i ka marë. E kër e ka po pe Amerika, ka thonë që i fjallë që nuk i ban dam ma, shka du që dhe pranë për i mekateve, Osmani nuk i ban më dam. Qëfar motivi në ashtu neve? Motiv në ashtu neve i ndimës. Në ashtu me ndimu njën i tjeri. Nuk di se ku arrimi sevapin dhe vlerën tek Allahu Azza wa Jall. Motivi dhe më thoni sadakas, vlerës sadakas me dhonë në rrugën e Allah, apo me ngrit fejnë Allah Azza wa Jall. Dhe motivi më në men, kur ti ndiman fejnë Allahit. Kur ti ndiman dhe më thonë me ngrit fejnë e Zotit, i ndiman musliman, jep sadaka. Dije mirë që kjo është më të që e fitojme, nuk kanë të but dëmë me katët e tua. Shkaku i ndimës që i ki bo. Shkaku i ndimës që i ki bo. Dhe kjo është prej motivit që e fitojme prej profetit dhe ngjarës, sallallahu alaihi wasallam. A rasti tjetër, kuptohet kur ka ardhur pejgamberi në Medinë, kanë pas problem muslimanët me shka? Me ujë. E kam pot një post, e kam posëtu një audi, a e ka shqip muslimanë dhe më thonë me pare, muslimanë s'kam pa të kështë në ramë. Atërë për Ameri, kër e ka pa, pa mundësinë e muslimanë dhe hekën e muslimanë, ka thonë, men hafara rume, felehu në gjenne. Dhe më thonë, kush e blen atë bonar, apo kush e grapan, apo kush e fitan atë bonar, thëtë felehu në gjenne, aje ka gjennetin. Kër e kam dëgju, Uthman ibn Affani, ka shku dhe e ka ble prej jahudijes dhe më thonë këtë bonar. Qëfar motivi? Qka fitojnë? Dhe Uthman e ka ble këtë bonar. Qka fitojnë me pisojnë? Motiv me dhanë ujë. Dhe ame shahat kush e ble bonar e shka qëtë? Ujë qëtë. I jetë muslimanve ujë. Dhe dhënja motiv, dhënja e ujit sadakas, vlerë e madhe. Pastaj, e njëjta gjatë, Uthmani që beblen këtë bonar, kuna biban ndim? Muslimanve, me indimu muslimanve edhe këtu e përfitojemi motiv nga ana e profetit sallallahu alaihi wasallam, ndoshta na me një got ujë, me një shisht ujë, me një ndim shumë të vogël, ndoshta na e fitojmë xhenetin, po na nuk e dimi këto e dhe vetëm Allah, mirë po motivi kjo është. Pastaj u vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yansha lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Kush don për juve që ta shton rrezikun e tij, me bullok rrezikun e tij dhe ta shton jetën e tij, shkaku i rrezikut me pa ndobinë edhe në jetën e tij që ju ka shtu edhe jeta, po thot falyasil rahimahu, leti lidh, dhe më thonë, mos t'i shkut lidhet para fistore. Qka kuptojme, qëfar motivi për i profetit e marrë me këta? Motiv për me pat lidhje para fistore, njëtën gjallë, motiv për ata që dojnë jetë të gjallë dhe zheren të rizkut. Subhanallah.
Kush nuk I ka qef 2 sende njerëz më shumë I kanë qef. Me pat rrezik gjithmonë dhe me pat jetën e gjallë. Kushdo prej neve që don me pat rrezik shumë, vazhdueshëm dhe jetë gjallë, merre këtë motiv të profetit sallallahu alajhi wasallam, lidhi fiset lidhu me fisin tonë, lidhu me familjen, mos I shkurt lidhjen parafisnore. Gjëja tjetër ju vëllezër, shumë interesante është kjo. Gjëja tjetër ju vëllezër është قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبد الله رجل صالح لو كان يصلي من الليل. وقال për djalin e Omerit. Thot Omeri është burr, djali I Omerit, Abdullah. Djali I Omerit, Abdullah është burr, salih, vepër mirë. Thot لو كان يصلي من الليل, sikur të ishte me falë dhe namaz natë. Subhanallah. Çish ka ardhur që kjo fjalë e profetit. Tregon Abdullah thot Pejgamberi vazhdon namazi, sabajt e ka pa adet me pyet. A ki bona I se në ndër? A ki bona I se në ndër? Edhe ka komentua ndër. Thot mu asni ndër s'm ka ardhur. Edhe aq malak me pa ndra, ju më shku me flet në shtëpinë e tij për me pa ndra. Në xhami ka flet. Vesh mi ardh ndrat mi ardh. Thot edhe një natë kom pa ndër. Thot kom pa ndër lloj pusi bonari. Thot në 2 anë të pusit e grapune. Delshin da më thonë me lejket, I ngreshin njerëzit si mishtin zjarë xhenamit. Flanë, da më thonë zjarë, a I bonar. Thot edhe I kom pa disa njerë që I njane. Thot edhe unë kanë ngrejt e poshtë. Thot edhe unë kanë shtu ata me lejket, ka ardhët I me lejk tjetër edhe unë kanë thonë mos ke frikë edhe unë ka thonë gjumi. Edhe dhe të kom shku të familja profetit edhe I këmë treku që të rast. Atëre kër kanë dëgju pejgamberi e ka thonë që I fjallë pejgamberi. Abdullah, burri mirë, dhe për mirë, ama sukur me falë dhe namaz natë. Kër kanë dëgju Abdullah I këta, kur ma namazin e natës nuk e kalon. Çfarë motivi na jep neve? Ky është motiv në kohën e kujna? Pejgamberi ka shty motiv me falë namaz natë. Ç'është motivi për neve? Çka na jep? Profeti sallallahu alajhi wasallam. Motiv mu largu pi zjarrit xhenamit. Ç'është mu largu? Motiv mu largu pi zjarrit xhenamit. Edhe pse I fal 5 ku namaz, ki mundësi mu kanë. Pse Abdullah çka po thot? E ka po vete. Edhe pse me 5 ku namaz I ka dalë. Motiv mu largu pi zjarrit xhenamit. Edhe me çka mu largu? Me shtu me namaz natë. Kjo është motivi jon. Pse na I fali 5 ku namaz, motivi jon do të më qenë edhe ku? Edhe namaz natë. Me fal edhe namaz natë. E fundit të ju vëllezër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ejuhan nas, tubu ila Allah, o ju njerëz, pëndahuni tek Allah, fe inni etubu fil yawmi ilayhi 100 marratin. Vërtet unë pëndohem brenda ditës tek Allah azza xal 100 herë. Çfarë motivi? Ky është motiv drejt për drejt për profetit. Vet motivi I tij që çka ka bëj. Sendi I parë, motiv për istighfar. Sendi I dytë, motiv brenda ditës me istighfar. Do të thonë, kur na shtyn janë motiv me istighfar, vlera e istighfarit, pejgamberi Allah po pendohet, istighfar do të thotë. Kjo është e para. E dyta, motiv edhe brenda ditës me po istighfar. E treta, motiv me numër caktuar. Nuk po thot një herë, 2 herë, 100 herë me numër caktuar, motiv për neve. 100 herë me dhëna do të më thonë istighfar. E fundit, shumë shkret, subhanallah. Motiv për I kojna, profeti po pëndohet. A nuk është motiv për neve? Kush po pëndohet? Profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është motiv për neve. Subhanallah. Këta ishën e vëllezër hadithe dhe raste në jetën e profetit se qysh I ka motivu sahabët dhe këto motive kthehen tek na dhe motojmë edhe na vetën tonë. Allah na bëj për të, ja Rabbil Alamin.